Atletika Shkodrane ka shënuar një tjetër sukses të rëndësishëm në arenën ndërkombëtare. Në kampionatin ballkanik të sallave të mbyllura, atleti i Vllaznisë Franco Burraj zhvilloi një garë mjaft cilësore duke u renditur në vendin e tretë dhe duke u shpërblyer me medalje bronzi, një arritje që nderon sportin shkodran dhe ngjyrat kuqe-blu në një kompeticion me nivel të lartë konkurrimi. Performanca pozitive u regjistrua edhe nga atletët e tjerë të ekipit. Leandro Çardaku garoi në 60 metra duke regjistruar kohën 7.06 sekonda. Kolindo Kiri në kërcim 3 hapësh arriti rezultatin 14.08 metra, ndërsa Muhamet Çangeli në kërcimin së gjatë realizoi 7.14 metra. Në 60 metra me pengesa, Duriani Deizaj ndaloi kronometrin në 8.75 sekonda, duke treguar stabilitet dhe progres në këtë disiplinë. Ky rezultat vjen si fryt i punës së vazhdueshme të atletëve dhe trajnerëve, të cilët prej kohësh investojnë në përgatitje intensive dhe pjesëmarrje në aktivitete kombëtare e ndërkombëtare. Suksesi në një kampionat ballkanik jo vetëm rrit prestigjin e klubit Vllaznia, por dëshmon se atletika shkodrane vijon të mbetet një ndër disiplinat më përfaqësuese të sportit në qytet, duke synuar rezultate dhe më të larta në garat e ardhshme.